أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Faleminderit. Mas pari po falenderoj programin e juve, Iliria, ashtu. Radio Televizionit Prishtinës, faleminderit që keni ardhur, na keni nderu. Prej fillim shkrimit e parë kam mësuar te Hafiz Adem Efendiu, hoxha i pari imi që ka qenë. Fillim më kam mësuar Kur'anin ai, një kohë ashtu. Tash ku më harru sa kohë, vetëm ta i kam mësuar fillimin. Pastaj mas atina një kohë ka kalu kështu. Shkollën e mesme e kam kry, pas e kam kry shkollën e mesme, kam fillu hifzit. Te vllai i këtij hoxhës. Ai ka qenë Hafiz Idris Efendiu, i mirë, rahmetlia. Pas e kam kry shkollën, ka ardhur ashtu një, pse di zisi me tregue, ashtu më ka shti diçka meraki kështu dashuria ndaj Koranit. Edhe e kam filluar. Pak edhe kishin dëshirë baba dhe nona, prindët, edhe thash ta filloj ashtu, pastaj si fillova, dëshira viketu rritu asi edhe erdhëm te këto e krita inshallah me izin e Allahut. Na kena mësuar atër nga një faqe. Nga një faqe dhe më thonë, për 20 muaj i bje kjo, një faqe në ditë, se Kurani ka 30 gjuza, nga 20 faqe, 600. Si së dhe një muj, parafërsisht muj, 30 ditë ashtu vjen, varët ka pas dhe një mungesa, ma ne pushim s'kemi pas më hoxhën tonë. Ai vetëm dhe njerë të kënë qofë si ndodhë dishka nej punë nej smuje, e kështu pushim s'na ka dhonë. Edhe mirë, ma mirë ka qenë ashtu. E do më thonë, e kur ka për me e kry hivzinune, edhe 5, se na kena mësu me rutullimi, i thënë devra. Kur ka 5 metin devra edhe 5 devra më metën, mu në atë kohë ka qenë Jugoslavia ka qenë. Merë letra për ushtar, edhe unë e mendojsh në me shku ushtar, hivzin e lonë se patën metën nga 5 faqe. Du më thonë prej, si cili gjusë nga 5 faqe. Edhe, qka me bon, hoxha më tha,
duhet me I bo nga 5 faqe në ditë. Se na zakonisht nga 1 faqe në ditë e krishmi. Tha jam I bo nga 5, jam me elon. Ishte ati një kushi, një fqin, një hoxha njëfke, I tha ka mundësi një 2 muj me vazhduhe. Edhe alhamdulillah e vazhdoj, edhe une I kam bo atëre nga 5 në ditë. Se nga një, kona ma nga 5 për zorit, I kryta dhe tani e kryta hifzin edhe, du më thonë shkojnë një 20 muj, për 20 muj krejt e këm kry, me përsëritje me kitë. Pak e pështirë, 5 faqe mu pak zarat, e din a vëzlartë, edhe gjallartë e din. Pak pështirë, ama alhamdulillah, ja arrita për 1 muj, atë I këm kry, për 1 muj. Ato dishke për 5 muj, unë I këm kry për 1 muj ato. Kër këm shku shtarë, valla, pak këm pas probleme se s'këm pas mundësi me shqiqu koronën atëre. Ashtu ka qenë, s'ka pas musliman në atë, shumë pak ka pas. Në Kroaci kam qenë. Një vene ka pas e me Gjakov. Të kam atë Kroacis, Gjakova e Kroacis. E du më thonë, s'ka mund, atër shumë e këm haru atje. Po kër këm marrë në Shkup, këm këthi për ushtrije, e këm provu, pak e kishna pas haru, edhe që këm bone, e këm përsërit korona ma kitë në mirap, vetë. I mësëshna, dhe nikon ka 5 faqe, dhe nikon nga 10, pësim bas mundësijeve, ama qëka I këm su përsdit, I kitë mirap I këm kënu. I mësëshna para gjematit I kënishta. Tjeri sa erdha në atë, edhe alhamdulillah, mas e mua letë. E këm pas pak vështësi ati, njësa këm marrë në atë, se këm pas ngesë shumë në ushtëri. Shumë, 12 muj, 13 muj e me në ushtëria, ama alhamdulillah, e krita mëse, e regullova. Po, sigurisht, pak. Hem ma knatësi është, ama dhe përgjësi është hivzi. Se duhet me rujtë, se hivzi është, më mësu është pak ranë, ama me rujtë është pak alam ranë. E ajo përgjësi e madhe, ndaj Allahot mas pari, ama nuk është ranë, se si të mësot njeri, ashtu I shkon njeta. Du më thënë me përsëritje. E ja kom vu menën, kom përsërit gjithmonë, elhamdulillah. Edhe kam qenë imam të xhamia të Bit Pazari, shkoj, Allah xhamia. Kam qenë shumë kohë imam, edhe atje kom përsërit mirap shumë. Kom kënu hatë me në mirap këtë, edhe e kom rujtë, elhamdulillah. E tash se në këtë xhamin tash jam, edhe këtu në mirap kënoj non stop. Do më thonë tash, e kam 28 në hatë me, që kënë në mirap, koronë, 28 nërë. Veç mirap shkënë, veç është kjo, e koroni kështu rrut, duhet pak, pas taj kam edhe në zonë sa shumë, për hifës. Ju të regova parës do një djaliri ka dola pas tash, a I ka dollë shumë I mirë, shumë. Zdi si me thonë, kam shumë a vëzlarë, ma kitë diçka shumë I mirë. A I ri 15 vetë tash I ka bo. E ka kry hifëzim për 13 muaj e gjimës, kretë. Kjo shumë diçka shpet. Unë e së në kom kry ashtë. E du më thonë, aja ka kry shumë shpet. Kështu me fëmi me talebe me në zonë sa, alhamdulillah. Dalojnë dhe që ki gjalli tash që e ka kry, ki diçka shumë, zdi shka me I thonë këti, shumë I mirë, mashallah. Shumë një periudhe e shkurt shumë e ka kry, edhe shumë I mirë ka dalë. Emrin e ka adis Gashi, mbi emrin Gashi, Kaçanikit, s'di ka e këta. Ama këto me në Shkup jetojnë shumë gjatë. A kam edhe në zonë sa qerë që e kanë kry hifzin edhe ma shpet. I kam një 2 në zonë sa për 9 muj. Njën e kemi në Arben, Idrizi, ajo është edhe profesor I matematikës tot, profesor në zonë sa ka shkollë, shkollën e mesme është profesor, ai për 9 muaj e ka sos, edhe është një gazment Tërstena. Gazment Tërstena, xhamini I pashës, ndosha e dini këtu I pashës, xhamia. Ai është imam tash për momentin, ai për 9 muaj e ka kry këtë. Kjo që janë fenomena, dallum kështu, shumë shpejt. E qertë ka, e kam edhe një nxënës për 11 muaj, 12 që e ka krime, ajo kemi në Musin Sulemani, edhe ajo ka kry shpejt, tash më stilon dika në anës, du më thonë që të janë ma shpejt që ka e kanë kry, ka edhe është një Lokman Arifi, edhe shumë I mirë, për I përmeni këtë është kanë pak më të mirë, Lokman Arifi, ajo është shumë I mirë, ajo tash bile edhe kiretët I ka mësu me kretë koronit ajo, ajo është më I mirë sa unë e këtë. Unë I gazmen tjetër, gazmen Tahiri, Orhan Tahiri, Nusret, një unë e këmë Nusret, ta s'pëmputoni emnat se shumë, 22 janë krejtë. Po,
është një hoqë që e ka kryer në Medinë fakultetin, ai është imam, Kasim Beu një xhami këtu. Edhe ai ka kryer hifzin, ai ka në Vedat Skënderi, domethënë me fakultet. Tash po më kujton për momentin, mos t'i dhënon ato nxënësat aty, ama sa po më kujton që këto janë edhe do tjerë, po tash s'po më kujton, ama alhamdulillah. Mirë, unë krenari valla, për mu është krenari qef i madh, që gjithë si e kri me këtë nxënësin, shumë qef krenari është. Se kjo është diçka, e di, kretë për Allah, këtu s'ka diçka, kjo është shumë një punë me vleftë e madhe, që inshallah atë qëllimin e kemi atë kryesore që me arrit kënaqësinë e Allahut, dhe me fitu xhenetin inshallah. Unë e kam ato ndjenjat dhe kam ato shpresat më të mëdha që më pështu para Allahit me nxënësat. Se kemi gjënoa, kemi. Inshallah Allah për atë nxënësat në shtatë ja mëson me në ndërmesu inshallah. Kam ashtu atë ndjerë. Po, ka pak diçka këshilla. Po dhe ma shumë me Kur'an mirë, ma dhe një këshillë su. Po, kanë motivim, po, kanë nevoj. Se njeri edicion njeri, haron. E kur ja rikujtojsh diçka, pak i vjen ka nevoj për motivim. Inshallah, po. Kohën e hoxhës tem, Rahmetliut, Hafizit Rizit, ka pas interesim shumë për hifz. Ama pastaj ka pas ngec pak, një kohë. E tash elhamdulillah prapë mirë. Tash ka në çarshiju në institucioni i hifzit, Alievski e kam bemrin, harovat Shepatimin. Edhe në xhaminë e Dyçanxhikit është një hoxh, Hafiz Abdul Kerimi. Do thonë 3 vende ka institucion të hifzit, çka mësohet hifzi, vetëm për hifz. Do më thonë, mjafton, e di mirë është. Ai duhet, ala, ma është e elhamdulillah mirë është prapë. Hem privilegj ka konë, për atë pak e kemi këshirë ma shumë se ai. Pak e kemi vu menën ma shumë, ama dhe kënaqësi u konë. Po dhe ai si u ka udhëzu shumë i mirë u ka tregua ditë. Edhe u konë shumë i përpikt mësimin adimi. Shumë interesant ka qenë, ka pas program të mirë. Edhe Allah ja ka dhonë, ka arritë, alhamdulillah. Edhe e ka kry. Ademi ka pas tash mas pari qatë, ka pas një hujë, si i thejmë natë. Ai gjithmonë ka orë të shpije e ka mësuat, asë e ka mësu në gjami. Shpise në atë kohë nuk kam qenë gjami, jam konë një lirë. Ademi në shpinë te me kartë, edhe pse kena pas programin me kënu shembol në këtë kohë, a gjithmonë pa orë tonë, pa më lemru s'kartë. Edhe nuk ka mungu shumë radhë. O konë shumë interesant. Kur theken që këtë kohë vinë edhe s'ka pas problem. Edhe shumë i përkushtu më konë. Edhe kur e mëseke mësimin e ka pas një, si më vetët ju, e ka pas, si të dhe në faqe shka e ka mësue, edhe me kuptim e ka mësue. Shema dhe ka mësu në shpik shtu, hem Shqip, po dhe ka marrë arabisht me përkëthim, e ka mësu hem me përkëthim e Shqip. Qatë e ka pas, kretë koronin e ka mësu ashtu, ademi. Pi qerve pak si, qertë jo, amaj, po. Që këtë e ka pas shumë të mirë ademi, për kushtim të madhë ka pas. Po për të rinjët kam këshilë që ma shumë me ja kushtu kohën mësimit, hifzit, po dhe kështon shkollës, se të rritë mirën, alhamdulillah ma shumë të rritë edhis janë. Kanë nevoj me mësu ato. Sa ato janë, shme thonë, generata të rritë janë, për neve dishka, shme thonë, si e shenjtë. Kam dëshirë që të rritë pak me, edhe pak me pas dëshirë më të madhe. Edhe për mësim, edhe për hifz, edhe pse ka, ama jo bashkë në mendimin tem që unë mirë.